Por i kthehemi në studio të nderuar shikues, ju tha Delfina që flasim për shëndetje mendore, por realisht është një alarm që duhet ta ngrejmë edhe këtu në studio, sadoqë nuk jemi pjesë e një ulëmtimi që ka bërë OBSH-ja, por aty jemi sigurisht me Dona tash flasim edhe me mysafirin që e kemi në studio, po në bazë të këtij ulëmtimi del që 17% e popullatës në Evropë janë të prekur nga problemet të shëndetit mendor, realisht është një shifër shumë e lartë, edhe OBSH-ja thotë që shëndeti mendor është alarm për gjithë, po specifikisht edhe për të rinj që janë të prekur nga problemet të natyrave të ndryshme. E kemi ftuar Fatlinda Nitaj Rexhaj, është psikologe klinike, për të ndarë me neve disa informacione, edhe për të folur për këshilla praktike se çfarë duhet bëjmë, sigurisht që të mos rrisim këtë shifër, ose të mos jemi pjesë e statistikave të tilla. Mirëmëngjes, Fatlinda, mirë. Mirëmëngjes, mirë se gjithë faleminderit. Fatlind, si e komenton këtë gjetjen e OBSH-s për sa i përket shëndetit mendor? 17% është goxha shifër e lartë. Edhe a mundë me krahasu pak Kosovën, sa është e prekur edhe sa është kjo shifër relevante edhe të ne? Po i bjen një matematikë thjesht, çdo i 6 banor i Evropës pak a shumë është i prekur nga një problem që ka të bëjë me shëndetin mendor, apo çdo i 6 është shumë. Patjetër, është një shifër bajegi e lartë, nëse shohim në perspektivën e vendit tonë, me një popullsi jo shumë të madhe, është shifër e lartë dhe në statistika evropiane tregon të thotë që kjo shifër është në rritje krahasu me vitet e kaluara. Raporti OBSH si publikuar këtë vit ngrej që shqetëseket edhe vetë një alarm, por njëkohësisht është një lloj udhëzuesi për gjitha shtetet, cilat kanë parasysh të promovojnë dhe të hartojnë politikat në nivel vendi për më ujtë me adresu sa ma mirë. Dihet do të thotë që në nivel botëror, politikat për shëndetin mendor kanë një kosto shumë të madhe, edhe realisht shumica prej personat që janë të prekur drejt për drejt me problemet të shëndetit mendor, me vështirësitë të shëndetit mendor, nuk marrin trajtimin e duhur. Për atë arsye, fokusi është kryesisht në aspektin e mirëqenies, duke pas parasysh pjesën e triturve, po me tek të veçantë adoleshentët dhe fëmijët. Shifra do thotë është e lartë, Kosova nuk është që është e përjashtuar nga kjo, realisht aty gjendemi edhe ne, në bazë të gjithmonë një referohemi statistikave të pandemisë, do thotë që kemi pas një rritje deri në 25% të rritjes së ankthit, të stresit, të depresionit edhe çrregullimeve të tjera mendore. Për atë arsye, kjo është një alarm për vendin tonë, po edhe për rajonin, një që mjë adresu sa më shpejt edhe me pas parasysh në shtet politikat publike kur të hartohen të kenë një buxhet të caktuar mënyrë që mjë adresu do thotë problematikave të shëndetit mendor dhe me qenë aty në shërbim qytetarëve. Okej. Kur flasim për natyrën e problemeve të shëndetit mendor, të çfarë natyrave janë këto realisht edhe sa shqetësuese është patjetër sepse më flasim për një shifër shumë të lartë. Po të çfarë natyrave mund të jenë këto probleme me të cilat ballafaqohen në këtë rast banorët ose qytetarët e Evropës, sepse ulëmtimi është bërë vetëm në Evropë. Po i referohemi këtij ulëmtimi. Realisht ulëmtimi ka në fokus trinjt, adoleshentët edhe fëmijët, mirë po të rriturit janë pjesë përbërëse e raportit përderisa shumica e në raportu do thotë që fëmijët, adoleshentët edhe të rriturit kanë qysh moshën e hershme problemet të shëndetit mendor që kanë bëjmë me stresin, me rritjen e ankthit në vendet ku ata punojnë, studiojnë apo gjëra të tilla. Për atë arsye edhe pjesa e faktorëve të tjerë që i përmendëm, do thotë aspekti i ngarkesës do thotë të përditshmërisë tonë, të pjesës e teknologjisë, gjithçka e bën të mundshme. Mirë po, fokusi kryesor tek raporti OBSH ka të bëjë me aspektin social, aspektin do thotë të shëndetit në përgjithësi, por njëkohësisht t'i kushtohet aspektit ekonomik, social, faktorëve të tjerë që mundën me qenë me ndikim të drejtë për drejtë. Në këtë rast, varfëria, aspekti i mos përfshirjes. Te ne po mu i kam elurësu. Gjithçka. Do thotë në këtë aspekt janë faktorë të tjerë që shkaktojnë do thotë deri tek rritja e këtij numri. Tu pas parasysh që ne si vend i vogël nuk kemi do thotë shumë ose si kemi jep hala shumë prioritet shëndetit mendor,
krahasu do të vitet të fundit. Kemi një strategji të shëndetit mendor, kemi do të ligjin për shëndetësi, mirë po asnjëherë nuk është vënë fokus në prioritet, që sado që ne kemi dëshirë të flasim që ne jemi aty, mirë po në aspektin e përgjithshëm nuk është që adresohen drejt për drejt faktorët cilët e shkaktojnë fillimisht. Për këtë arsye janë faktorë të shumtë, të cilët munden me sa i përket pjesës e ankesave, në këtë rast është stresi shumë i rritur, qoftë në vendet të punës, qoftë në vendet ku zhvillohet do të thotë veprimtari të caktuar, shkolla në këtë rast fokusi që ka qenë edhe më herët i Ministrisë së Shëndetësisë është të ketë një strategji gjithëpërfshirëse në aspektin e trajtimit të shëndetit mendor në shkolla, për shkak se aty është një lloj intervenimi që mund të ketë një impakt më thellë. Kështu që ka të dimensioneve të ndryshme. Përmend edhe pandeminë, Fatlinda, është vërtet, mendoj që pandemia ka bërë kthesa shumë të mëdha, jo vetëm të shëndetit mendor, por edhe të shumë çka tjetër, edhe është vërtet që ka ndikuar shumë. Po për sa i përket teknologjisë, më duket që të rinjt më së tepërmi kjo pjesë po e prek. Kalimi i shumë orëve në përjetës sociale, në internet në përgjithësi, pa u marrë ndonjë aktivitet fizik, i cili ndoshta do të kishte ndihmuar edhe shëndetin mendor. Si e komentoni këtë pjesë të teknologjisë të rinjt? Patjetër do thotë fokusi edhe i raportit, me qenë se po e komentojmë tani raportin e OBSH, se ka për qëllim të krijoj strategji, do thotë gjithë përfshirëse në aspektin e disa qasjeve, të aspektit holistik, do thotë të aspektit të kujdesit për shëndetin, të jeti përfshirë shëndeti fizik, të jetë aktiviteti fizik në këtë rast, edhe të ketë aktivitetet të cilat e nxisin vëmendjen e të rinjve, adoleshentëve që të shkëputen nga mjetet drejt për drejta të informimit, këtë rast të teknologjisë të jenë vazhdimisht të kyqur në rrjetet sociale ose diçka të tillë, mirë po fokusi kryesor ka të bëjë me aspektin ku ne vretëm në pandemi, do thotë patëm rritje të madhe të shkallës të stresit, të angthit, të adoleshentëve dhe të moshat të tjera, për shkak se vetë pandemia ishte një situatë pa sigurisë dhe pa provuar më herët edhe për secilin ka qenë një lloj situate e papritshme. Mirë përderisa matutje, fokusohemi kryesisht tek mënyra qysh të kemi intervenime të duhura tek shkollat, në mënyrë që me pas një impakt më të thellë. Kjo është ajo që realisht edhe synohet edhe realisht rekomandohet të punohet në këtë drejtim. Nuk e di nëse ke pas rast Fatlinda me pa raportin me analizu pak raportin e me pa dallimin mes shteteve. Ta zëm, a ka dallim të përqindja të shtetet që janë të zhvilluara, të shtetet që janë në zhvillim edhe brenda Evropës, sepse edhe Shqipëria është pjesë e ulëmtimit e përmendëm, edhe Shqipëria ka dalë pak a shumë me këto shifra që janë gjithashtu shqetësuese. Pra, a ka dallim se ku jetojnë të rinjt ose të tjerët që kanë qenë pjesë e ulëmtimit? Realisht dallimet janë, mirë po janë më të vogla, të lehta të themi, për shkak se në aspektin e përgjithshëm, do të thonë të vendit, në aspekt të zhvillimit, ka dhe shumë faktorë tjerë që determinojnë do të thotë aspektin e shëndetit mendor, të pas parasysh që vendet munden me pas statistika të caktuara, edhe realisht strategji të caktuara, qasje të caktuara në ballafaqimin ose të themi në përgjigjen e këtyre sfidave. Zakonisht vendet do thotë qysh e dim, pjesa Skandinavisë edhe pjesa e vendeve do thotë të Evropës perëndimore kanë më tepër investojnë ose japin më tepër në aspektin e kujdesit edhe të shëndetit mendor. Përderisa Shqipëria është vendçin edhe nuk përjashtohemi për shkak se trendet janë të njëjta, edhe në aspekt domethënë të zhvillimit nuk është që jemi shumë larg në aspektin e me Shqipërinë, për këtë arsye ka dallime shumë të vogla në përqindje. Mirë po, ky është alarm, do të thonë një lloj guidelines, një lloj udhëzuesi që shtetet siç janë Kosova, Shqipëria, Maqedonia, gjitha vendet e rajonit, të kenë në fokus politikat se të cilat përfshin disa fusha, aspektin social, aspektin ekonomik, aspektin holistik, në kuptimin që të përfshihen sa më tepër qasje gjithë përfshirëse të kenë programe që mundin me adresu mirëqenien e të rinjve dhe adoleshentëve, por njëkohësisht edhe të moshave të tjera, në mënyrë që me e nxit produktivitetin edhe me fillu gradualisht me pas impakt pozitiv. Për këtë arsye, shifrat mundin me qenë të lehta. A ka ndonjë moshë të caktuar, për shembull, ku nisin të shfaqen ato simptomat e parë të shëndetit mendor të rinjt, edhe cilat janë ato? Realisht tek të rinj, fillimisht kemi të bëjmë me aspektin e
ngarkesës do thotë në shkolla, angazhimeve të mëdha që mundin me i pas, plan programeve të mëdha. Mosha zakonisht 12-13 është ajo që zakonisht vrehen do thotë ato simptomat e para, që mundin me pas 12-13 do thotë janë moshat e para adoleshencës, edhe pastaj do të thonë kemi 14-15. Ato ashtu kështu i kanë do ndryshime hormonesh. Aty mundin me vrejt do të thonë. Cilat janë ato simptomat e para për shembull që nuk janë vetëm ndryshime hormonesh ose diçka brenda normave, por diçka pak më specifike që ndoshta ngre alarm edhe për prindrit me ndërmarr masa te fëmijët e tyre. Patjetër, kemi do të thotë pjesën e largimit ose pjesën e izolimit mbyllës në vete. Për këtë arsye raporti fokuson edhe pjesën e vetmisë, do të thotë një prej gjërave të cilat është një lloj efekti nga pjesa e shëndetit mendor ose impakti që shëndeti mendor bën, do thotë një pjesë. Në fakt, veç me citu, në raport vlerësuese në botën e sotme çdo i treti person i moshuar dhe çdo i katërti adoleshent janë të izoluar pra nga bota shoqërore, sociale apo jo. Kjo është vërtet një shqetësim. Çdo i treti moshuar, çdo i katërti adoleshent. Pse po izolohem kështu? Ç'është kjo ideja me nejt vetë me u izolu edhe me u kënaq me çat botën që të rrethon, me një kompjuter përpara, me një telefon tablet, çat do shoh me teknologjinë edhe aq. Për të moshuar është natyrë tjetër, mandej se ata jo që kanë dëshirë, po izolohen për shkak të rrethanave të tjera. Sepse ne s'po kemi kohë me u marrë me ta, të tjerët s'kan kohë me u marrë me ta. Patjetër, të thotë në secilën moshë vrehet një nxitës në këtë rast, e quajna edhe në aspektin terapeutik, diçka e nxit do thotë. Në këtë rast e nxit vëmendjen, një faktor i jashtëm, i cili është më interesant se sa një bisedim për shembull ose një bisedë. Kështu në këtë rast pjesa e teknologjisë është më atraktive, po duhet me pas forma të caktuara ku ne japim hapësirë edhe aspektit të interaksionit, edhe aspektit të teknologjisë, ta kemi një balancë, do thotë, tek secila moshë e caktuar. Po kjo pjesa e atraktivitetit, pjesa e tërheqjes së vëmendjes gjithmonë është ajo që e bën personin të shkputet eventualisht, të jetë pak më izoluar edhe të ketë fokusin më të lartë në aspektin. A është kjo një shaj që po shkojmë andej drejt një problematike të shëndetit mendor, tash ndoshta pa e tepruar, se jo secili që don me nejt vetë ka një problem. Po thjesht a janë këto shenja, a janë alarme që duhet me u shqetësu, që duhet me ngri? Definitivisht janë alarme që duhet më shqetësu secili prind, secili person që vren, domethënë në ndonjë të afërm që ka këto shfaq këto shenja realisht, është më tepër i vetmuar, ka nevojë për me diskutu ose diçka tillë, dhe janë shenja kryesore që munden me ngrit një shqetësim, mirë po duhet pas parasysh që secili person të pas dhe rrethana që na shoqërojnë, jemi në një kohë në të cilën më tepër është angazhimi medial duke bërë punën e vetë, sa që është pjesa e interaksionit. Për atë arsye, gjithmonë rekomandohet që socializimi, gjëra e tjera të jenë në funksion të individit, në mënyrë që individi ta ruajë mirëqenien e vet mendore në aspekte të ndryshme, duke pas parasysh edhe pjesën e produktivitetit, edhe pjesën e angazhimit edhe gjithçka tjetër. Janë shqetësuese të cilat duhet me pas parasysh secili prind, secili person që kanë familje, persona që izolohen, rrinë për një arsye vetë, mirë po nuk kanë shumë arsye të rrinë vetë. Dhe kjo është ajo që e dallon simptomen nga ajo gjendje reale. Po. Ndërkohë të rinjt sa janë të gatshëm që të kërkojnë ndihmë profesionale dhe a ekziston ende ai stigmatizimi për këtë pjesë? Realisht kohë të fundit, mund të më referu shifrave të 5 viteve të fundit, ka fillu të rritet në ndërgjegjësimi, ta themi qoftë për pasojat, qoftë për nevojat që ata kanë. Nuk është tabu më të kërkohet ndihmë të profesionisti, secili person i ri ka njohuri se merr përmes mediave sociale, përmes internetit, informatat dhe i drejtohet, mirë po tjetra është që nëse prindi është në linjë të njëjtë dhe e kupton drejt problematikën, edhe në këtë rast duhet të kemi parasysh shumë faktorë të cilët e shoqërojnë këtë. Po nuk është tabu dhe gjithmonë është në rritje shifrat e kërkimit të ndihmës, qoftë nga adoleshentët, qoftë nga të rriturit. A du në pas se ju e thatë Fatlinda që është një strategji që edhe ne kemi, strategji shtetërore në lidhje me këtë, pra se si të veprohet në lidhje me këtë. Qatë duhet bëtë edhe në fakte sot ndiqet strategjia, se strategji ne për mashallah jemi, sot dush, po sot ndiqet, sa punohet,
konkretisht dhe që duhet bëhet ndryshën, tash nështë se strategjitë të ndryshojnë. Marë parasysh këtë shifër, që ne nuk jemi pjesë e ulimtimi, për jemi të këto shifra, paka shumë përshka të krejtë rëthanove që i shpjeguat ju shumë mirë, pra që duhet bëhet? Po, strategjia e Ministrisë së Shëndetësisë 2025-2030 është e ka në fokus pjesën e shëndetit mendor, mirë po ligji i shëndetit mendor ende është në referohem një ligjit të vjetër, i cili edhe tashmë nuk është shumë i zbatueshëm ta themi, sepse ne kemi shumë dokumente të mira, mirë po i kemi huqim ta themi në aspektin e implementimit. Për këtë arsye, fokusi i këtyre udhëzimeve të OBSH-s konkretisht i nxit vendet të hartojnë politikat që janë të zbatueshme. Për këtë arsye, do thotë përfshin disa fusha të cilat kanë interes jetik, që është pjesa e përfshirjes së kujdesit për shëndetin mendor, aspekti ekonomik, aspekti social, aspekti familjar, biologjik edhe tuti do thotë ndahet në disa dimensione. Për atë arsye, duhet pas parasysh që trendet globale nuk janë do thotë diçka që nuk mundemi i referu, për atë arsye duhet me marrë gjithmonë një lloj referencë, në mënyrë që edhe dokumentet kur t'i hartojnë atë jenë të aplikueshme. Për shembull, diçka specifike, se a mund të themi që e kemi bërë punën nëse i kemi angazhuar disa psikologë më shumë në shkolla. Edhe themi po, adoleshentët mund të kenë probleme, mund të mos flasim me prindrit që nuk i dëgjojnë ose nuk dinë me i dëgju, sepse mund të kenë ata probleme të natyrave të ndryshme ose edhe angazhime edhe mentalitetet të ndryshme. Pra, si kuptojnë? Po jam psikologët aty. A e kemi kry punën, a kjo është veç një prej plot punëve tjera që duhet bëhet? Pika është shumë me interes, pjesa e psikologëve shkollor është një, mundem me thonë, si shtet kemi bo një avancim në aspektin e përfshirjes e psikologëve në shkolla, sa që realisht është një impakt i mirë që është do vrejtmi, po kemi ende nevojë të jenë se cila shkollë me psikologë dhe të ketë resurset e caktuara dhe të ketë resurset mjaftueshme në shkollat të cilat këta psikologë veprojnë. Do thotë, për momentin kemi një mbulueshmëri e cila është do thotë aty e kënaqshme, mirë po ende ka nevojë për me qenë në secilën shkollë, psikologu i cili nevojat identifikon, pastaj do thotë profesionistët e shëndetit mendor në nivel tjetër i adresojnë duke bërë intervenimet e caktuara. Do thotë është një impakt edhe strategjia e Ministrisë së Shëndetësisë, fokusin e ka do thotë në përfshirjen e psikologëve në shkolla, të hartohet do thotë manuale të caktuara që këto politika të jenë në shërbim të qytetarëve, e posaçërisht të fëmijëve dhe adoleshentëve, ku intervenimet bëhen në shkollat Po sa janë shkollat edhe mësimdhënësit e po ashtu edhe psikologët e angazhuar të specializuar që të identifikojnë këta nxënës të cilët potencialisht mund të kenë probleme të shëndetit mendor? Realisht në si vend kemi 25 vjetë, do thotë prej pas luftës edhe fusha shëndetit mendor ose pjesa realisht studimet e psikologjisë kanë filluar 2001-ën dhe asnjëherë nuk na duhet me harru që jemi vend i ri në aspektin, mirë po kemi mrish shumë, mundem me thonë, për shkak se ka shumë ndihma ose asistencë ndërkombëtare që është jap në kualifikimin e profesionistëve. Edhe ngritja vedijes është bërë. Kështu që çka jemi të bo është duke i avancu kapacitetet aktuale që i kemi, në mënyrë që me qenë në harmoni edhe me kapacitetet në nivel evropian, do thotë intervenimet që përdoren për shembull në Gjermani, të përdoren edhe këtu, në mënyrë që me pa pastaj mundem me fol për studimet më të thella, në mënyrë që me pa pak a shumë impakti sa ka mujt me qenë i këtyre psikologëve të cilët janë të trajnuar. Mirë po, trajnimet në fushën e psikologjisë gjatë këtë jetës profesionistët bashkëpunimi duhet jetë me mësimdhënësit, me siguri për identifikimin e tyre duhet ndoshta një bashkëpunim. Këtë që po thotë Delfina, unë kam si shqetësim dhe si pyetje. Pra, shkolla identifikon një problem, një fëmijë atje që ka probleme të natyrave, ta zëmë me shëndetin mendor, çfarë do natyre qofshin ato. Po mandej shkolla, psikologu, arsimtari, kujdestari klasës e adreson te familja. Çfarë duhet bëj familja? Dhe çfarë nëse familja, si më thon, për një ose një arsye tjetër e neglizhon këtë problem, e lën me aq. Pra, thjesht mund ta ketë një problem e lën me aq, nuk e çon tutje, nuk e ndjek atë udhëzimin që vjen nga psikologu profesionisti, po. Realisht, kjo hall ka referimit është shumë mirë përcaktuar edhe në dokumentet e psikologëve të shkollave, ku referimi vazhdon tek prindi, pastaj prindi e ka në diskrecion ta themi të plot për shkak se është fëmiti edhe më duhet me referu për me trajtu matutje.
kemi të bëjmë, nëse nuk funksionon kjo, atëherë kemi të bëjmë me një mos funksionim të njerëz për hallkave zinxhirore të cilat janë atë zinxhirin e gjatë të prej identifikimit deri edhe rrjedhimisht një dështim. Edhe realisht nëse nuk funksionon një hallk, sistemi mundet me pas këto hapësirat ose ato mungesat edhe një lloj dështimi mundet me u prit mirë, po shumë e rëndësishme është që tani edhe prind edhe pjesa e mësimdhënësve janë shumë të përkushtuar edhe shumë të gatshëm për me adresu, sepse tek e fundja janë pjesë e një sistemi i cili secili don me qenë i suksesshëm punën e vet. Për atë arsye, edhe mësimdhënësit janë të gatshëm, mirë po ke parasysh edhe mësimdhënësi ka nevojë për me u trajnu në fusha të caktuara, për me mujt me mbështet edhe psikologun e shkollës, edhe hallkën tjetër zinxhirore që me mujt me funksionu si duhet në një sistem të mirëfillt. Kështu që prindi është ai që duhet me pas në është hallk zinxhirore. Prindi është ai që duhet me pas në fokus shëndetin mendor të fëmijët edhe njëkohësisht me qitë prioritet. Edhe gjithmonë themi në aspektet të trajtimit, nëse ti vendos shëndetin tënd mendor në prioritet, gjithmonë ki me pas progres për shkak se ti je aty për me u kujdes. Cilat mund të jenë ndoshta pasojat e mos trajtimit në kohë të këtyre simptomave të shfaqura të rinjt? Pasojat kryesore janë realisht degradimi ose zhvillimi i qarkullimeve të caktuara në moshat më të thella. Për atë arsye çdo problem në sjellje që identifikohet fillimisht duhet të trajtohet me urgjencë, në mënyrë që të ardhmen mos të degradohet ose mos të përkeqësohet gjendja. Për atë arsye kemi të bëjmë me tutje me degradim themi të situatës edhe me një problematik më të madhe në aspektin e qarkullimeve mendore, pastaj do thotë që edhe raporti i cek në aspektin e statistikor do thotë të këtyre dhanave identifikon depresionin, ankthin, do thotë stresin në nivel të burnout dhe shumë të tjera, të cilat munden me degradu mirë, po aty e prek edhe pjesën e qarkullimeve në aspekt më të thellë, ku si popullat, edhe pse nuk është i bërë në ndonjë studim i thuk në këtë pjesë, ka edhe qarkullime të tjera mendore të cilat janë prezente tek shumë njerëz, do thotë. Siç thuhet për problemet që kanë të bëjnë me shëndetin mendor, me që nuk dhëmb, si më thonë e injurojnë. Me që nuk shifet. Me edhe nuk shifet. Kur e kemi një dhimbje dhëmi, intervenimi është urgjent, sa më shpejt aq më lehtë për neve. Po këto problemet e shëndetit mendor ndonjëherë i injurojmë edhe ato veç si më përshkallëzohen dhe vështirësohet situata, kështu që ndoshta duhet të reagojmë shumë më shpejt ato që e thatë ju me drejtë, që ti dëgjojmë psikologët, atë rekomandimin profesional që na vjen nga profesionisti, ta dëgjojmë edhe ta shkojmë ta marrim, si më thonë, edhe trajtimin e duhur. Ka mundësinë edhe në Kosovë të mirë trajtimit duhur, apo jo? S'po flasim për ordinanca private ku kostoja mund të jetë edhe e lartë për shumë familje, ndoshta vështirë për ballueshme, po sistemi publik a funksionon mirë në këtë aspekt? Sistemi publik, pavarësisht edhe të kapacitetit që nuk është shumë themi i pajisur ose nuk ka shumë staf, funksionon deri diku mirë. Mirë po mund të themi si vend, është bajegi i kompletuar në aspektin e shërbimeve, qoftë për fëmijë, qoftë për adoleshent, qoftë për të rritur, trajtimi mund të merret, çka është shumë e rëndësishme është personi me qenë mendje hapur edhe me pranu ndihmën, edhe njëkohësisht me vazhdu me fillimisht me pranu që ka nevojë për me pas një trajtim, edhe thjesht me qenë bashkëpunues në këtë proces, në mënyrë që mos me dalë situata të themi prej planit. Edhe me vështirësuar më shumë. Edhe më tepër. Jo, ma si të kemi këtu, për marrë me një këshill, kështu falas, për gjithë ata që po na ndjekin. Cila është këshilla jote, kështu profesionale, për gjithë ata të rinj, të cilët po kalojnë një krizë emocionale ose ndonjë krizë të brendshme që e kanë? Mund të jetë e momentit, por ndoshta mund të shtresohet disi në të ardhmen. Cila është këshilla jote? Si mund ta tejkalojmë këtë situatë? Gjithmonë kur referohemi vështirësive të shëndetit mendor, problemeve të shëndetit mendor, themi që është condition, domethënë është një lloj gjendje. Ajo gjendje mund të qenë e përkohshme, nuk është një gjendje e përhershme, për atë arsye intervenimi është shumë i duhur. Secili person që mundet me pas vështirësi të caktuara për me mujtë me qenë funksional në jetën e përditshme, nëse vren që jeta e tij është pak më vështirë, nuk mundet me ia dalë në shumë gjëra të cilat i ka bërë me zell ose i ka bërë me shumë kujdes më herët, është koha që të reflektojnë edhe të shohin edhe të ndjejnë
thjesht ta dëgjojnë trupin e vet, mendjen e vet, edhe mendimet të shohin do thotë çfarë mendime kanë sa i përket vetes. Këtu janë ato identifikimi i parë që bëhet në aspektin e shëndetit mendor që diçka nuk po funksionon, që personi nuk është në një gjendje që ka qenë më herët, për atë arsye secili person duhet pas parasysh fokus veten, edhe asnjëherë nuk themi që shëndeti fizik është më i rëndësishëm se sa i mendor, për atë arsye të dyjat e kanë peshën e njëjtë për me mujt një person me qenë funksional. Do thotë gjithmonë i referohemi mujve të fundit nëse një person nuk është duke u ndje mirë, qysh është ndje themi para 6 mujve ose para 3 mujve. Nëse diçka ka ndruar në këtë aspekt, atëherë është koha që të vendosin veten prioritet, edhe të dëgjojnë trupin, mendjen, këtë rast po fokusohen te pjesa e mendimeve. Zakonisht nëse kanë mendime të papërshtatshme ose të negative në aspektin e çfarë për veten ose edhe për tjerët. Për veten edhe për të tjerët të drejtohen edhe të marrin ndihmën e caktuar në mënyrë që të intervenohet sa më herët, edhe ata të ndihen mirë me këtë iniciativë vetën, për shkak se nuk e kanë lënë, siç e cekët më herët, të pushoj, të flej, ajo çka kanë pasur atë shqetësim, mirë po e kanë marrë një hap caktuar. Kështu që kjo është ajo këshilla, ndoshta çdo moment të vendosin veten prioritet, edhe gjithçka nuk mundet me u arrit pa pas një qëllim kryesor. Personi duhet të jetë i lirë, edhe duhet të jetë i gatshëm për më shumë ballafaqur me çfarë do të sfida. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit, Fatlinda. Grazie që bisedum.